Kurani thot, më mirë një fjalë mirë se sa një sadaka që përcillet me mendjemallësi dhe me përmendje. Kështu që Zoti i Gjithësisë, në kohën që ne na sillen me mosmirënjohje, ato të cilët ne po i bëjmë mirë, ose edhe ne, Zot na fal, mund të tregohemi mosmirënjohës ndaj të tjerëve, Zoti po shikon që këtë vepër të mirë a e ke bërë në emër të Zotit, apo e ke bërë që ai tjetri të na robërohet të gjithë jetën. Në qoftë se ti, ai që është mosmirënjohës dhe ai që ta kthen me të keqe kur ti i bën mirë, në qoftë se ti nuk e ke problem, sepse ata të cilën ti e ke bërë të mirë, Zoti nuk ta humb kurrë. Atëherë ti ke qenë 100% i mirë dhe ke qenë 100% besimtar dhe i devotshëm.